Ike në Amerikë dhe pastaj si erdhe këtu të bëj një pasqëri? Erdhme në Shkodër, u rikthyme bashkë me tim shaq, për arsye se dashnia jonë për vendin tonë ishte shumë e madhe. Punuam atje. Në Amerikë të çoj llotaria? Po, shkuam me lotaria amerikane. Bëm shkollën e lartë në Amerikë. Për çfarë mbarove? Unë kam mbaruar për ekonomik në Hunter College. Burri im e kishte gjatë kryer këtu në Universitetin e Shkodrës, por ai kishte dëshirën e madhe për me hap biznesin e tij në Shkodër. Mas shumë përpjekjesh dhe duke pas eksperiencën tonë në Amerikë, sepse atje shkonim dhe shikonim disa ëmbëltore ose pasqëri që ishin shumë popullume dhe rrishin njerëzit në rrallë për me hangër pasqëritë e Brooklynit. Na lini ideja që